Show! Full Ship Show! Full Ship Show! Full Ship Show! Mirëmbrëma, ju përshëndesim nga show Full Ship. Mirëmbrëma gjithë shqiptarëve në banë botës edhe sonte, siç dhe javë nga zemra diasporës, nga Zvicra, nga showi i parë dhe i vetëm nga diaspora shqiptare, Full Ship Show në zemër Zvicrës, tashe 8 vite bashkë me Loçkanin në Marashpula i këto. Tu e kall atyshin. Tu e kall. Si në Kanagjeq. Mirëmbrëma gjithëve, sonte se kena hap me stilin e Trump, Hajde. Kështë se kur kërcen Trumpi. Mirëmbrëma dhe herë, sepse na ka marrë malli. Qysh javën e kalume, nuk mundemi, a i kupton Marash, jemi mësu gjikam. Edhe shikuesit tanë janë mësu, në qoftë se nuk shkojmë mysafir çdo shtunë në orën 20:30 në shtëpitë e tyre, nuk është mirë kjo punë. Tradita është. Tradita është kjo. Pa Full Ship Show, s'ka atmosferë shtunave. Kështu që edhe herë zoti ju gjithëve, vazhdojmë sonte një emision shumë interesant, shumë të mirë, ku do kemi edhe një reportazh jashtë kësaj studio në Zyri, suksese nga diaspora, absolutisht që ne jemi për të promovuar sukseset dhe bizneset dhe arritjet e shqiptarëve në diasporë, do kemi për të shkuar pak më vonë tek një vajzë e suksesshme në Zvicër, ku është vajza e miku tim Berat Berishës nga Presheva, Arbresha Berisha, e cila ka hapur një sallon të saj të estetikës dhe do ta vizitojmë, ta pyesim pak për suksesin e saj në Zyri. Përndryshe do kemi edhe një debat, në fakt një analizë, intervistë me deputetin e SVP-s të kantonit Zyri, zoti Daniel Wafler, që do na vi sonte në Full Ship Show për të komentuar së bashku situatën globale, situatën në Zvicër, situatën në Ballkan dhe gjitha këto me radhë. Përveç se është deputeti i kantonit të Zyri, tashmë ju e njihni se ka qenë her pas here në emisionin Full Ship Show, është edhe ka qenë oficer i ushtrisë zvicrane dhe 2-3 herë me mision paqruajtës në Kosovë. E kemi ftuar sot për ta komentuar pak analizën e politikës globale, politikës Trump, politikës europiane, gjitha këto me radhë. Daniel Wafler, ma merr mendja që do na tregoj shumë gjëra interesante, mos u largoni sepse një deputet zvicran apo një zvicran konkretisht mundet me logjiku, për mendimin tim logjikojnë drejt, sakt, bukur, neutral dhe korrekt. Plus me përvojë në ushtri. Me përvojë në ushtri, me përvojë politikë dhe gjitha këto me radhë. Kështu që derisa të ftojmë mysafir, derisa të vizitojmë edhe Arbreshën në Zyri, ne falenderojmë sponsorët tanë. Faleminderit shumë IBAS. Eröffnen Sie ein Konto bei IBAS und sobald Sie das Paket Integra auswählen, erhalten Sie automatisch 1.000 € zinsfreien Kredit für 30 Tage, 3 kostenlose Überweisungen aus Europa pro Monat, unabhängig vom Betrag, sowie eine Krankenversicherung für Krankenhausaufenthalte bis zu 25.000 €. Faleminderit shumë. Shkarkonin telefonin tuaj aplikacionin e bankës online apo institucionit financiar online IBAS dhe merrni paketën Integra ku automatikisht fitoni 1.000 € kredi në gjyqëllogarinë tuaj pa interes për 30 ditë. Automatikisht fitoni me IBAS paketën Integra 3 transfera nga Europa pa marrë parasysh shumën gratis, deri në 100.000, 1 milion, sa të keni për të transferuar në Kosovë. Direkt fitoni deri 25.000 € shërbime spitalore me paketën Integra. IBAS gjithmonë me familjet shqiptare, shkarkojeni aplikacionin IBAS, bëhuni pjesë e IBAS, janë më të mirët. Faleminderit shumë.
Shumë faleminderit Pristina Ticket. Pristina Ticket, der größte albanische Reiseveranstalter, bietet Direktflüge von Basel, Zürich und Genf nach Pristina an. Im Ticketpreis sind Sitzplatzreservierung, Check-in, Handgepäck sowie 20 Kilogramm Gepäck inklusive. Faleminderit shumë. Fluturoni pa turbulenca me 11.000 metra lartësi, zi sa shkon. 10.000. Prej Cyriu, prej Bazeli, prej Gjeneve për Kosovë, për Prishtinë, çdo ditë. Dhe anasjelltas nga Prishtina në gjitha këto qytete të Zvicrës. Mirë po edhe në 16 destinacionet të tjera në Europë. Mjafton të klikoni në Instagram apo në rrjetet sociale Prishtina Ticket, i merrni gjitha informacionet, kështu që faleminderit shumë që jeni me neve Prishtina Ticket. Faleminderit shumë Ozone Hair Clinic, die Experten für Haartransplantationen in Pristina und in Skop. Ozone Hair Clinic më të mirë, mjekët më të mirë nga Stambolli në Prishtinë, pa efekte anësore, transplanti i mbjelljes flokut, pa dhimbje edhe me një rezultat pozitiv dhe shumë të mirë dhe më të mirët në Kosovë, në Ballkan dhe mos them edhe në Europë. Faleminderit shumë Ozone Hair Clinic që je me neve. Faleminderit schon Advanced Dental. Das Advanced Dental Center in Pristina bietet zahnmedizinische Versorgung mit modernster Technologie und einem hauseigenen Labor. Ein erfahrenes Team von Zahnärzten sorgt für eine sehr hohe Behandlungsqualität. Faleminderit schon. Buzëqeshja më e mirë, goja e kuruar, dhëmbët tuaj të shëruar, të mjekuar, dhe me veners, me implante, me mbushje, me pastrime, të gjitha i më mirë se sa në Advanced Dental Center apo në rrjetet sociale ADC Kosova nuk gjeni as i vend tjetër. Kështu që ju ftoj me doktorin Fisnik Mekaj dhe gjithë ata doktorët e tjerë që janë 50 veta staf, të jeni pjesë e kësaj klinike me punë të shkëlqyer, ku të gjithë këfori, të gjithë ambasadat me mision në Kosovë janë pacientë të Advanced Dental. Pa. Faleminderit schon AM Food, Ihr Partner für den Vertrieb von Spezialitäten aus dem Balkan mit eigener Metzgerei. AM Food beliefert Lebensmittelläden, Imbisse, Restaurants und Privathaushalte in der ganzen Schweiz. Mishi terror, mishi njom, suxhuk dhe gjitha llojet e mishit në fabrikën më të madhe, më gjigante në Bazele, të vëllezërve Jakupa, Fadil Jakupaj, AM Food. Përndryshe AM Food është eksportuesi më i madh, importuesi më i madh i produkteve të Ballkanit në Zvicër, ku na sjell shijen e vendlindjes në Zvicër. Të gjitha shijet dhe produktet e Ballkanit i keni me logon Hana, produkt i AM Food. Faleminderit shumë që jemi neve. Faleminderit M-Transport. M-Transport bietet Haustür-zu-Haustür-Transporte zwischen der Schweiz, Deutschland und Kosovo an und behandelt jede Sendung mit größter Sorgfalt. Faleminderit. Mbushni kamionat me M-Transport me çu mallra në Kosovë, nga Gjermania, nga Zvicra, mbushni me kamionat me mallra nga Kosova për Gjermani dhe në Zvicër. Prej derë në derë me M-Transport. Ja ku keni kontaktin, Viberin, WhatsAppin, numrin edhe kontaktoni M-Transport. Shpejt, mirë, lirë dhe sigurt. Pa. Jemi të rubrika Mësor Shqip në Fol Shqip nga Autoriteti Mediave Audiovisive me zonën kryetare, zonja Armela Krasniqi, na jep mundësinë për të zëvendësuar shprehjet e huaja me ato shqip. Atëherë, intencion. Intencion. Po, intencion. Është fjalë huaj. Po. Zëvendësohet me synim apo qëllim? Shumë më mirë. Pra, intencion, ne kemi intencionin për të bërë një punë. Intencioni bie poshtë, e zëvendësojmë me shqip, synim ose qëllim. Sensitiv. Këtë fjalë unë e përdor. Përdoret shpesh, jemi tip sensitiv, jemi sensitiva, ku diun bla bla bla. Por sensitiv është i huaj. Jemi të ndjeshëm apo e ndjeshme, i ndjeshëm, pra zëvendësohet sensitive me ndjeshmëri. Neutral. Kemi folë gjithmonë për neutralitet që Zvicra është shtet neutral, realisht. Ose ne jemi neutral politikisht. Ose ne jemi neutral politikisht dhe fetarisht. Po. Zëvendësohet me asnjënës. Asnjënës. Pra neutral dhe asnjënës. Pra dhe më thonë, as me ata, as me këta. Pra, e ka mesin, as andaj as tej. Kanon. Kanone? Qa është jo kanone? Kanone nuk e kam dëgjuar në herë, por e huaj që mos e përdorni, kjo është rregulla, me kanone treja. Me kanone treja. Me kanone treja, pra domethënë kanoni janë rregulla treja, me rregulla. Rregulla është shqip. Bustin. Pra bustin është një shprehje që përdoret në radio televizione që zëvendësohet me zarf
i vogël, zarf, i vogël, bustin. Se çfarë bustina nga vjen kjo nuk e di. Kjo shprehje, bustin italisht jo. Bustin nuk e kuptoj asun. Dilem, pra dilem ne dim gjithë çfarë do thotë, jemi në dilem, është dilem, pikpyetje me pak fjalë, por dilema zëvendësohet me dyshje, me dyshje. Është njëjta. As andej, as këtej. Dyshim, me dyshje. Jam jo dilem, po dyshim, me dyshje. Spazio. Kjo është italisht. Është italisht. Spazio është italisht që përdoret, është shprehje huaj, zëvendësohet me hapësirë. Gjeneron. Pra, gjeneron të ardhura, gjenerojmë të ardhura. Biznesi ka gjeneruar. Gjeneron është e huaj, nuk vlen. Kemi përdoret. 3 fjalë që mujna me zavendësu këtë fjalë gjeneron, me përfton, shkakton dhe prodhon. Bukur shumë. Ezauroj. Ezauroj. Këta se kom dëgju. Ezauroj është shprehje shumë e përdorur. Pra kemi ezauruar, bla bla bla. Kjo bie poshtë se nuk është shqip, edhe zëvendësohet me shteroj. Afera. Afera. Afera janë politike ose afera politike, afera në fakt afera janë afera zëvendësore, afera që ka huaj afera, se kam ditur që është e huaj. Edhe në anglisht është affair, gjermanisht përdoret edhe aty. Çështje apo ngjarje, që ka në gjuhën shqipe. Ja ku janë këto, të gjitha nga autoriteti mediave audiovizive, të cilat bashkëpunojnë me Fol Shqip Show, rubrika Mëso Shqip në Fol Shqip, për t'ju treguar shqiptarëve që këto shprehje janë të huaja dhe nuk janë shqip, por mund t'i zëvendësoni me shqip nga autoriteti mediave. E kemi këtë synim me mësu gjuhën shqipe. Po, se gjuhën shqipe është një temë e ndjeshme. Bravo, bukur. E kemi këtë synim, jo intencion, e kemi këtë synim se kajherë është jemi në me dyshje për të përdorur fjalë të huaj. Bravo, shumë bukur Mara që ke lidhur. Faleminderit shumë zonja Armela Krasniqi. Faleminderit shumë. Marash, Arbresha Berisha, një vajzë miku tim në Cyri ka hapur një sallon. Po shkojmë pak ta vizitojmë, ta pyesim si ka ardhur te ideja dhe si po i shkon në biznesi i saj në Cyri dhe për ta njoftuar më shumë vajza, gra, nëna, edhe ta pyesim edhe për gjinjë mashkullore është për të punuar aty apo jo, shërbimet që i kryen. Shkojmë pak te Arbresha në Cyri. Sa interesant edhe sa lezet pas ka me dalë katunari në qytet. Dola mas disa ditëve në mes Cyriut, mes qytetit, bash të Jelmoli shtu afër në gjitur. Ose më saktë të kuafer Valentino në Cyri. Nifet ky kuafer Valentino në fakt. Edhe erdha sot për t'ju prezentuar, si që thash në studio, vajzën e miku tim Berat Berishës, Arbresha Berisha, e cila ka hapur një sallon të estetikës, depilimit, rregullimit vetllave, çerpikut e gjitha këtë me radhë. Pra, Arbresha është një vajzë e suksesshme e cila ka marrë një sallon në mes Cyriut në Kuafer Valentino brenda në ambientet e këtij kuaferi, brenda në ambientet e këtij Kuafer Valentino. Kam dëshirë ta prezantoj tek Fol Shqip Show, tek mira miliona shqiptarë që na shohin gjithë botën, konkretisht për vajzat dhe nënat apo gratë në përgjithësi në Zvicër. Po ashtu edhe meshkujt bën depilimin perfekt të lëkurës për femra dhe për meshkuj. Kam dëshirë ta prezantoj Arbreshën tek shqiptarët në Zvicër. Hajde me mua ta prezantoj Arbresha Berishën tek gjithë shqiptarët e Zvicrës anë mban. Shumë interesant dhe shumë sallon i mirë, shumë perfekt, ambiente të mira, edhe më duket që këtu poshtë, këtu është kati për dhjes, apo kati i parë, edhe në podrum poshtë është studio e Arbreshës. Sa interesant dhe sa piktura të bukura pas kanë këtë korridorin e sallonit. Zbritëm poshtë, salloni është lart, për shkallë vjen poshtë, jemi para derës Arbreshës. Hajde të gjitha gratë, të gjitha femrat, meshkuj, kush ka dëshirë për depilim, vetlla, çerpike, gjitha këtë meradhë. Të gjitha shërbimet që bën Arbresha, hajde këtu.
Halo, Hoj, përshëndetje. përshëndetje. Si kalove? Mirë, faleminderit. Au love, I kapak. jenë punë? Po. E pse nuk ka marrë pak ma vonë, unë po erdha tash edhe po të pengoj. Po me këshyrë qysh punoj. Okej, a mundem me pa të punu herë, mos të ndërprej Po, punën? shjo. Po, Okej, po. vazhdo punën në rresh, pastaj kam dëshirë me t'i bëj disa pyetje. Pasi Arbresha mbari punën, unë e prita edhe tash po ja jap dorën Arbreshës. Si Arbresh? Mirë, faleminderit. Si e kalove? Mirë, I love i kapak. kapak. Okej, ne të kërkojmë falje që të pengum punë në fakt. Jo, Por mos tani. kam pas dëshirë me të prezantu tek të gjitha femrat shqiptare në Zvicër, po ashtu edhe meshkuj shqiptar në Zvicër, sepse jeni vajzë suksesshme pas këtë dyqanin, sallonin në një vend jo gjithë kush i mundet me marrë këtu dyqanin. Po, apo jo? më pas shumë fat. Ke pas shumë fat. Po si ka ardhur ideja, apo si e morë, si më arriti me marrë dyqanin në këtë ambient? Me kontakte, ku marrë dhe këm këshyrë, më ka pëlqy shumë edhe venin ku është. Jo me qëra këtu, po, shumë ka pëlqy edhe e ku morë. Bravo. Arbresh, ti e bën këtë punë prej viteve? A ka shumë vite që e bën këtë punë, apo e ke pas pasion qysh e vogël, apo qysh ka ardhur ideja me marrë këtë zanat? Jo, pasion se këm pas që 3 vjet punoj me këtë punë. Edhe ku menu e vazhdoj vetë, edhe ku bo shkollën, se do të me bo pi 2024, do të me bo një shkollë, edhe ku më kry, e ja ku më nisë. Bukur shumë, bravo. E sa kohë ka që e ke ambientin këtu, dyqanin këtu? Që 2 muj. A, që 2 muj? Pra dhe më thonë, Jo me re. e re këtu. Si po kalon me pjesën lartë? Shumë mirë. Shumë mirë. Po, shumë të mira janë kanë ardhe dhe këtu, u bo gati për verë, edhe... Okej, tu bo gati për verë. E klientela jote janë shqiptare më shumë, zviceranë më shumë, çfarë klientele ke? Kush vjen te ti më shumë ti? Shoqëria jote, shqiptare, zvicerane apo? Shka mos. Kam familje kanë ardhë, shoqet, edhe këta naltjon lojën turke, ka edhe zvicerane, zviceran. Pra ty të lidhet puna shumë mirë, Arbesh. Vinë lartë me punu flokët, me Këtu u mi rëmbullu, pastaj këtu me u depilua. Po. Mërës jam bollon, një farë eksperti depilimit, të bojnë intervista me... O, interesant. Edhe meshkuj depiloni edhe femra depiloni? Po. Pra, Të të dy gjinit. Okej, ma vështirë meshkuj, nese, qimja mashkullit pak ma vështirë. Po, është edhe... Kanë ma shumë. Kanë edhe ma shumë, po. Janë edhe ma të forta. Kanë edhe ma shumë djenja. Dhe ma shumë. Dhimt kanë më tepër. Okej. A më kështu mirë. Është mirë. Po. Si është adresa fix këtu? A din adresën që kemi shumë shikues në atje për me ardhur te Arbresha këtu për... Unë jam Pelikan Platz 50 në Zyri, midis Zyrit. Arbresha je lindur në Zvicër? Po. Gjuhën shqipe flet shumë mirë? Besoj që po. Besoj që po. Edhe folin. Je nga Presheva? Jam. Shkon shpesh në Preshevë? Të kallëzoj drejt, jo, na jena trom Gilan. Në Gilan? Po, okej, në Gilan, shkoni shpesh? Rinë Gilan, amo e kum pa edhe Preshevën. Okej. I kam edhe du të familjes aty. Në Preshevë, po. Kena kontakt edhe ata janë në Zvicër. Po në Gilan, a shkon shpesh? Në Kosovë në përgjithësi a shkon shpesh? Një herë në vit. Një herë në vit. Të pëlqen? Po, më pëlqen. Është mirë. Shqipnia, më pëlqen pak ma shumë, po I kjen edhe gjatë në babit. Kosovë, po. I kjen gjatë babit, se babi është I trënd për Shqipërinë. Për që ato. Amo edhe Kosova më pëlqen shumë. Okej, mirë shumë, bukur. Arbresh, ti e fillon punën në cilën orë të ditës e fillon punën e këtë? Unë e nisi pi 9, muj me kry deri në 7, amo kështu jam pak si fleksibl. Okej, si pas termineve? Po. Okej, pra ti punon vetëm këtu?
Okej. Pra, do më thonë, klientel ke sa dush, por unë kam pas dëshirë me të prezentu të shqiptarët e Arbresha, që me vështu përsëri. A ke synim me hap sallone tjera, pika tjera me zgjeru këtë biznes, përderisa ke marrë dhe shkollën, pse jo mos me pas Arbresha brandin e vet për shembull. Si e ka emrin A pinch of beauty. A pinch of beauty. A pinch of beauty, çfarë shërbime bën përveç depilimit? I bëj edhe brown lash lifting. Po. Të dytë. Do më thonë, vetëllat dhe qërpikt? Po. Okej. I çoj pak më nalt. I çon pak më nalt dhe i rregullon pak më mirë. Okej, a ke menduar që ky sallon jot mu hap një pikë këtu, një në Lucern, një në Bazel, një prapë me pas një brand tëndin edhe me punu, përderisa je re dhe ke marrë studimet për këtë punë edhe pse jo. Po, menime kum pas, amo dumja fillu këtu, se për me edhe bani unë pëlqen shumë, jo me cyrit, në cyri njof kejcanet, edhe pse jo, ma modhe, po, nasha dikur, amo kako. Kako, se jetën e ke përpara. Po. Cilat nacionalitetet femrave janë ma klienta ose mështeri, se i tana mështeri, të mira, që janë pa fjalë, pa telash, e vinë rregullohen, ikin, zbojnë pazar, t'japin portë edhe ikin. Krejt janë të mira. Po. Nuk është Jo, mu s'm pengon. Edhe unë e kum provu edhe me përqinje me dhonë, ose nëse i bëndet seanca mun apet 20% mi morë. Kështu që kum këshirë pak. A shtyhen me Arbresh gratë në pazar? A shtyhen në pazar? Jo. Më thonë, ma lira pak, ma liri, se po më duke shtreti, a ka kështu shtyje çmimit pak në fabriket? Ka, amo s'është që unë pengon ose më shkon njerëva. A ullë çmime në herë ke me dashtë? Po. Si pas një personit që ka nevojë? Po. Ndoshta dikuja ke bërë dhe gratis, se ka ne pas nevojë, ndoshta. Po, ka pas edhe për gratis. Bravo të qoftë Arbresha, shumë mirë. Shumë mirë. Çfarë janë synimet e tua në tallmen? Me bo punën mirë, profesional, me ditë çish me punu, edhe mu bo ma modhe. Okej, bravo të qoftë. Ti për vete ku i bën shërbimet tua? Për shembull, të vetëlla, çerpikëve, këto shërbimet për vete ku i bën? I bën vetes apo i bën vetë? A është e vështirë? Kjo makineria, çfarë është kjo? Kjo maqina e kumble në Zvicër, është e prodhume në Itali, është për me depilu kimet, edhe më kalzon këtu sa sekunda me një pjesë me najt, klienta nuk nin as dhimta nashta pak si tuti nuk kimet, dohet amu më një. Po djegja apo nxemja jo ndoshta? Jo, djegja s'mund më konë se është edhe ftoft, edhe nuk e vren atë nxehtën. Edhe nëse po unë kallzon kliente, mund me rregullu këtu pak edhe vazhdoj punën. Okej, bravo qoftë Arbresh, më vjen shumë mirë për vestë. Kam dëshirë Arbresh që ta marr një mesazh prej teje. Për vajzat, shoqet, njerëzit që të njohin apo edhe ato që s'njohin, që ke dëshirë mi pas mështëri të tut. Qa ju kisha thënë? Mirë se vini, muni me ardhë, bënu gati për verën, edhe, po, ju mirë pres, punoj mirë, punoj profesional, e kum bo shkollën, edhe ju mirë pres. Bravo qoftë Arbresh. Kështu që juftoj të gjithëve që t'jeni pjesë e salonit e Arbresha Berishës në Mes Syriut. Hier darf mich gern kontaktieren unter 076 609 1128 oder auf Insta pinch.ofbeauty. Kthehemi në studio sepse kemi një situatë interviste, një analizë shumë të mirë me zotin Daniel Waffler.